Për drejt, mirë mëngjes Shkodër. Sot mëngjesi në studion tonë është paksa i veçantë, sepse kanë ardhur këtu në këtë studio, do të quaja artiste, janë nxënëset e shkollës së mesme të përgjithshme 28 nëntori, të cilët vetëm 2 ditë më parë dhanë premierën e shfaqjes Shtëpia e Bernarda Albës. Por një punë këmbgulse, një punë me seriozitet, një punë që ka patur një duartrokitje të mjaft kënaqshme dhe vlerësim tek ata që e kanë ndjekur. Unë personalisht dua t'i përgëzoj për këtë arritje të bukur artistike që i afrohet shumë parametrave profesional. Unë i kam ftuar sot në studio, por dua t'i prezantoj. Është regjisorja Raimonda Marko, e cila është vënë në krye të këtij projekti, do ta quaj shumë ambicioz. Mirëmëngjes Raimond, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Është profesoresha e letërsisë Alketa Kraja. Mirëmëngjes profesoresh. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Dhe kasti i zgjedhur për shtëpinë e Bernarda Albës është Isra Lici, Klodiana Vata, Klevia Imera, Irvena Milla, Valmira Hoxha, Reina Kalaja dhe Desara Ndoci. Mirë se keni ardhur në studio. Fillimisht, pavarësisht nga çmimet, ju keni marrë duartrokitjet dhe vlerësimin e publikut. Dua t'ju uroj për këtë. Puna fillon që herët, me konceptimin, me zgjedhjen e pjesës, me mendimin e vendosjes regjizoriale të aktorëve, të përzgjedhjes. Ishte një punë mjaft e madhe, apo jo, Raimonda? Sigurisht që është një punë e madhe, e vështirë, por edhe një punë mjaft e bukur. Të punosh me të rinjt është një kënaqësi e veçantë. Dhe unë në fakt kam një eksperiencë disa vjeçare me punën me nxënësit, sepse ky projekt ka fillu me fjalën artistike në disa gjimnaze të qytetit tonë. Kam qenë një ndër ato që kam punu. Dhe këtë vit u vendos nga drejtoria e teatrit që të kalohet në një tip festivali apo konkurs në mes disa shkollave të mesme, dhe u ndan disa aktorë në për shkolla të ndryshme të qytetit, dhe unë zgjodha gjimnazin 28 nëntori bashkë me një pjesë që e kisha shumë për zemër, sepse është një ndër kryeveprat botërore, Shtëpia e Bernarda Albës, e Federico Garcia Lorcës, megjithëse e shkruar në vitin 1936, ajo është tepër aktuale edhe sot për mesazhet që ka. Por diçka tjetër pse unë e zgjodha këtë, sepse të jep shumë dorë kjo pjesë, që vajzat të interpretonin, që vajzat të ishin të natyrshme, që vajzat të krijonin karaktere. Dhe kjo është e rëndësishme në interpretim. E keni luajtur edhe vetë vitet të Po, është në fakt roli Adelas që interpretoj Klodi, shumë bukur. Ka qenë roli im i parë si aktore profesioniste në teatrin Migjeni. Dhe jo vetëm për këtë, pra, po ishin edhe këto të tjerat që unë thash që e përzgjedha këtë pjesë. Pra fillon me përzgjedhjen e pjesës. Dhe masi ke përzgjedh pjesën, atëhere të lind detyra që të përzgjedhësh nxënëset për rolet. Edhe kjo nuk ishte e thjeshtë. Në bashkëpunim me stafin e shkollës, me drejtoreshën, zonjën Albana Pushati, bashkë me mësuesen e letërsisë, zonjën Alketa Kraja, shpallëm një konkurs edhe brenda shkollës. Keni bërë audicione? Po. Çfarë pune? Po. E veçantë. Po, dhe kush kishte dëshirë, duhet të paraqitej në këto audicione që shkuan në fakt disa ditë, sepse nuk është e kollajshme të përzgjedhësh. Megjithatë,
më në fund, do të thënë, i përshtatëm rolet për të gjithë vajzat, sipas edhe karakteristikave të tyre që i përshtateshin këtyre roleve. Filloi puna me shumë pasion, me shumë përkushtim e përbashkët, do të thoj edhe nga ana ime, por edhe nga ana e nxënësve. Megjithse këto në fakt kanë një ngarkesë shumë të madhe në mësime dhe janë nxënëse shumë të mira të gjitha në mësime, sigurisht është një ndër shkollat më të mira dhe të qytetit edhe në rang republike të thosha. Po. Dhe kështu që jemi mundu që procesin mos i ta mbajmë ashtu siç ka qenë, mos ta prekim, mos të ikin vajzat nga mësimi vetëm në ndonjë rast kur kishim orë letërsie apo që i përshtatej pikërisht edhe kësaj punës që po bënim ne. Kështu që vështirësia për ato ka qenë e dyfisht, sepse unë isha non-stop afër tyre, por mësimet dhe të marrësh përsipër që të vësh edhe një pjesë në skenë ka vështirësi, por ato kanë punu me një pasion, me një përkushtim të jashtëzakonshëm, saqë unë në të vërtetë kam një mrekullume me disiplinën e tyne, me gjithë shka që kishte të bante me punën. Me provat në tavolin fillimisht, e më patjetër. Me mësimin e tekstit, apo jo? Jam mundu, në fakt, që t'i jap me gjithë ato mundësit që unë kam, sigurisht, njohuri, mësime, të mjeshtrisë aktorit, sepse kështu duhej. Dhe kemi ba një proces pune si kur t'i ishim në teatrin Migjeni, sepse aty dhe do t'jepej shfaqja, dhe procesi ka qenë komplet i tillë. Kemi ba analizën e veprës, i kam tregu për veprën, i kam fol për veprën, i kam fol për secilin karakter, çfarë karakteristikash ka secili personazh, dhe pastaj ato kanë dhënë sigurisht edhe ato mendimet e tyre. Kemi fillu punën në tavolin, me tekstin, sepse sigurisht që nuk mësohet me një herë. Ka pas sigurisht edhe vështirësi, sepse nuk është e lehtë që një nxënëse të interpretojë një grua si Bernarda Alba, që është një figurë, të gjitha janë figura artistike dhe karaktere dhe për aktore profesioniste, dhe kjo është një ndër pjesë të vështira sigurisht, por unë jam mjaft e kënaqur me punën tonë të përbashkët, dhe këtë tregoj dhe rezultati, pika kulminante kur ne ishim në skenën e teatrit Migjeni, në atë skenë të shenjtë, që ato treguan më së miri veten e tyre, treguan se sa bukur din të interpretojnë, komunikuan shumë natyrshëm, sikur të ishin në shtëpinë e tyre dhe sikur ishin mësu aty në atë skenë prej vitesh. I dhanë shumë kënaqësi spektatorit. Një natyrshmëri në interpretim, një shkrirje dhe mishërim me rolet, një plastik do të thosha, sepse lëvizjet ishin tepër të natyrshme, në funksion, asnjëherë pa kaluar Faleminderit që edhe keni qenë edhe keni pa. Në fakt duhet të isha në të gjitha, po mundësit kaq ishin. Por vërtet i keni merituar ato duar trokitje të stuhishme. Ndërkohë profesoresha Alketa, si gjithmonë, është jo thjesht mbështetëse, por është një mekanizëm, do ta quaja, mes mësimit, përmbajtjes, organizimit, afërsisë që ka, dhe më vjen shumë mirë për këto zonja që japin një shembull të mirë për kushtimi, profesionalizmi tek brezi tjetër. Çfarë keni ndjerë gjatë punës profesoresh? Nuk është eksperienca e parë, dhe ju krahas regjizores Raimonda Marko shpeshherë edhe me dramën e shkrimtarit Fadil Kraja, edhe me eksperienca të tjera keni qenë pranë. Nuk është eksperienca e parë, por ama është më e veçanta deri tani. Të them të drejtën, ajo që më ka lidhur më tepër me këtë eveniment, sepse unë e quaj një eveniment, të them të drejtën, jo thjesht një vënje në skenë, është
sa herë që neve punojmë, na duken të veçanta dhe është kënaqësi të marrësh pjesë, po ama të vendosësh një dramë të përmasave të shtëpisë së Bernarda Albës në mënyrë dinjitoze, dhe them këtë me siguri të plot sepse i kam ndjekur të 4 dramat e 4 shkollave, jo me syrin e kritikut, por me syrin e dashamirësit të artit. Në të 4 unë kam parë me të vërtet talente, të kjo imja jam ndjerë krejtësisht e plotësuar. Jam ndjerë krejtësisht mirë me nxënëset e mia, me lojën e tyre aktoriale dhe me atë çfarë ato kanë arritur që nga dita e parë që kanë filluar punën e deri në sot. Ta mendosh se ishin vajza të cilat kanë zhvilluar karaktere krejtësisht të ndryshme me natyrën e tyre reale, do të thotë që është një pushtet jashtëzakonisht i madh i materialit artistik mi vetë aktorin. Sepse me këtë dramë ata mund të jenë amatore të skenës. Por ama në të vërtet kanë transmetuar një emocion shumë të natyrshëm edhe tepër artistik. Dhe me sa di, qëllimi i këtij takimi ishte evidentimi i talenteve, evidentimi i prirjeve aktoriale për të zhvilluar ndoshta më pas dhe Teatri Migjeni që është vënë në qendër të këtij organizimi, këtë qëllim me sa di ka patur. Një ndër qëllimet ishte edhe ky, sa herë që një shfaqje teatrale fillonte, për njërën nga shkollat, drejtoresha e Teatrit Migjeni theksonte objektivin kryesor të këtij festivali, që ishte pikërisht përzgjedhja, por njëkohësisht edhe afrimi i të rinjve me teatrin. Në këtë formë, secili prej aktorëve gjente edhe nxënës cilët mund të ishin të nesërmen, mund të ishin pjesë të trupës të tyre teatrale. Në fakt më bën përshtypje organizimi dhe serioziteti, përkushtimi i komplet stafit dhe i shkollës për këtë shfaqje. Unë kam parë këtë të kujdesi për reklamën shumë artistike, shumë e bukur, tek pjesëmarrja, tek stafi i mësuesve të cilët kishin ardhur për ta ndjekur, tek nxënësit që për hir të së vërtetës ata që e kanë ndjekur më kanë bërë shumë përshtypje me duar trokitjet në kohën e duhur, në momentin e duhur. Gjithë kjo nuk është një punë e befasishme. Unë mendoj që është një punë edukuese dhe e kulturës. Është një kulturë e njohjes, e vlerësimit të artit dhe komportimit në mjediset artistike. Që do të thotë se nuk është produkti një dite, është produkti një pune të palodhshme në vite të gjimnasit. Të them të drejtën, atë ditë në sallë kanë qenë edhe nxënës të viteve të para. Dhe për mua si mësuese koordinatori ishte pjesë e shqetësimit në mënyra se si ata do të komportoheshin. Nganjëherë emocionet tek të rinjt i bajnë ato të dalin jashtë kornizave të asaj që e quajmë normale brenda ambientit të teatrit. Ajo që më pëlqeu ishte modeli që më të mëdhenj i dhanë të tjerëve dhe mënyra se sa mirë e gjetën ata veten, sa bukur ata ditën të përshtaten në mënyrën se si e thithin dhe e përjetojnë artin. Do të thonë, unë kuptoj që nëse do të kërkojmë sërish në gjimnaz, nëse do të kërkojmë më thellë, do të gjejmë sërish të tjerë, cilët din ta vlerësojnë, din ta përjetojnë dhe din edhe t'i qasen artit. Absolutisht po. Raimonda, më ka bërë përshtypje shfaqja në konceptimin artistik. Një romancë andaluzja të futur brenda ambientit në cilën zhvillohet drama, por vetë staturat, vetë veshjet, vetë ai solemniteti i parë, do thosha, që të tërheq vëmendjen. Natyrisht vetë ajo këngë e bukur që Klodiana më pas interpreton si një rrezë drite në atë kështjell të mbrojtur nga autoriteti, kanë përçuar natyrisht shumë emocione. Ky konceptim tepër artistik e ka bërë regjin tuaj të veçantë. Të falenderoj. Dhe në fakt fjalët kanë qenë mjaft mira nga gjithë spektatorët që ishin aty në sallë dhe në fakt ne kemi punuar në detaj, them. Dhe mendoj që detajet gjithmonë e bëjnë diferencën. Në kompleksitet, çdo gjë
ka folur në atë skenë. Përveç vajzave, përveç interpretimit, karaktereve, veshja, kostumografia pra, që jemi mundu shumë për gjithë shka, për me i gjetë, me ju përshtat, për grimin, me muzikën, çdo element artistik ka qenë shumë i rëndësishëm dhe ka ba të tanën, me ndriçimin, sigurisht. Jam marrë me ditë të tana, për shembull, me përzgjedh muzikën, për rrobat, për çdo gjë që lindte gjatë procesit të punës. E bardha dhe zeza një kombinim i dritës dhe hijes. Ashtu është, sepse aty përgjithsisht është e zeza, duke tregu dhe atë kalpsirën e madhe të kësaj familje, duke pas një nënë diktatore, pasi kjo është një dramë edhe e pushtetit, e pasionit, por dhe mungesës së lirisë. Më thënë, këto ishin ato mesazhet kryesore që jepte dhe kjo pjesë, pasi sot ne përballemi përditshme për kronikat televizive apo ndigjojmë vrasje, vetvrasje, edhe gjitha këto janë viktima tragjike të dhunës, janë viktima të mentaliteteve të prapambetura, janë viktima të mungesës së lirisë, dhe të gjitha këto mesazhe vajzat i përcollën mjaft mirë. Ato për mu ishin një shuplak e fortë atë natë, kundër të gjitha këtyre mentaliteteve edhe këtyre paragjykimeve të rënda, këtyre modeleve të këqija të shoqërisë tonë. Sigurisht. Vajza, keni patur një mjeshtre regjizore. Unë dëshiroj t'ju lë mikrofonin juve. Në fakt, Merita, unë sigur që nuk jam regjizore, unë thjesht kam vënë në skenë, pasi unë eksperienca ime është gjatë si aktore, po mbështetur në këtë eksperiencë kam batë pa mujtur që të baj një regji të mirë. Jeni shumë modeste. Natyrisht ju jeni aktore, por jeni edhe regjizore mrekullueshme kësaj shfaqje. Faleminderit. Vajza, mund të afroheni pak pranë mikrofonit, sepse studio jon këtë mundësi ka në këto momente, po që në mënyrë që live jon të përçoj të gjithave. Atëherë edhe pak mund të afroheni. Isra është Bernarda, një nën me nuk po e quaj thjesht kufizime, me një pushtet të jashtëzakonshëm, diktatore, asaj drame të fuqishme që zhvillohet në atë familje, në atë skenë. Si përçove ti këtë rol, duke qenë se vërtet ndoshta jo vetëm që është vështirë që një vajzë e re të jetë në atë moshë të vesh petkun asaj moshe, por të ati karakteri. Në fakt ka qenë mjaft e vështirë, edhe siç e keni parë edhe në shfaqje, u dëshë të ndryshoja vetëm nga jashtë, duke qenë nga grimi, nga veshja, nga mënyra e ecurit dhe të folurit, por edhe nga ana shpirtërore, duke qenë se jam një natyrë krejt e ndryshme. Por dua të falenderoj regjisoren që më ka ndihmuar me të vërtetë shumë që t'i futem rolit, edhe të kuptoj natyrën e brendshme të asaj gruaje të hekurt. Bernarda Alba është një grua e cila i kushtonte më shumë vëmendje asaj çfarë të tjerët mendonin për të, pra opinionit, sesa familjes së saj dhe ndjenjave që të bijat kishin. Dhe në fakt, në fund ajo thotë, pavarësisht se Adela vdi që ajo ishte e virgjën. Kjo ishte e rëndësishme për të. Opinioni. Ndërkohë që Adela ajo dritë e bukur që vezullon si ndjenjë, si karakter, si interpretim nga Klodiana përcjellte të tjera mesazhe. Mbase antipodin të gjithë këtij ambienti të mbyllur që karakterizohej nga shumë çka. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën, në shumë kënaqësi të jemi sot këtu me ty. Në fakt për ne ka qenë shumë kënaqësi e madhe që të merrnim pjesë te kjo shfaqje, sepse kjo është një kryevepër, edhe nuk është pak që ta sjellësh në skenën e teatrit. Normalisht skena e teatrit për mua është shumë e shenjtë, edhe unë e vlerësoj shumë që dal aty çdo herë. Jam falënderuese që gjithëve që më kanë ndihmuar që të mbrit deri këtu, por normalisht edhe jam shumë falënderuese ndaj fatit që më ka ndodhur që unë të jem edhe
të dalë në atë skenë. Në fakt Klodiana Vata është një këngëtare e suksesshme që ka përshkruar skenat shqiptare në Shkodër, në Tiranë, në festivale, kudo, dhe është shumë e duar trokitur, por kësaj here ne besuam në talentin e saj si aktore. Faleminderit shumë dhe për komplimentet. Në fakt, të vija si aktore për mua ka qenë diçka krejtësisht ndryshe, duke qenë se unë adhuroj aktrimin, por që e falenderoj shumë edhe zonën Raimonda Marku, gjithashtu edhe Alketa Krajo, mësuesën tonë, gjithashtu edhe Albana Bushatin, drejtoreshën e shkollës. Kanë qenë 3 femra të cilat kanë qenë gjithmonë pranë nesh, kanë qenë shembull për gjitha ne për të na treguar se puna e fortë dhe talenti normalisht nëse ndjeket edhe me punën, nëse bashkohet së bashku me punën e vazhdueshme, normalisht që sjellin edhe rezultatin, siç ishte edhe shfaqja jonë që ka marrë shumë duar trokitje. Mua më ka bërë përshtypje që salla ka qenë e mbushur plot, si ndryshe nga të gjitha shfaqjet e tjera, duke qenë se ne kemi ndjekur të treja shkollat. Dhe salla ka qenë plot me të gjithë nxënësit të cilët kanë qenë, madje edhe një zonjë më tha, ajo çfarë më bëri përshtypje, tha, ishte se të gjithë nxënësit ta ishin të mpirë teksa shikonin shfaqjen, pra nuk po flisin, nuk po diskutonin, thjesht po shikonin se çfarë po ndodhte. Domethënë edhe loja ka qenë shumë e bukur, edhe vajzat kanë qenë shumë të lirshme dhe ka qenë e lehtë për gjitha ne për të punuar. Në fakt më ka bërë shumë përshtypje plastika. Lvizja, lirshmëria, ti si e ke marrë rolin? Domethënë, të ka pëlqyer që në fillim e ke marrë me vështirësi, se besoj, po ka ato luhatje gjithsecila për ta realizuar apo jo? Si ka qenë për ty ky rol? Ne në fakt ky rol ka qenë shumë i bukur, edhe unë kam pasur më shumë dëshirë që në fillim doja që, domethënë, kur ma sugjeruan, edhe më thanë që shikoje ta provosh, sepse normalisht secila nga ne ka provuar rolet për të parë se ku qëndron më mirë. Normalisht thash edhe më përpara nga Raimonda na ka ndihmuar shumë Raimonda dhe ka qenë shumë e lehtë për gjitha ne, sepse ajo na ka treguar se si duhet t'i përshtateshim, normalisht thjesht duke na treguar rrugën, sepse pastaj i kemi përshtatur edhe ne karakterin ton, sepse normalisht çdo kush ka atë ndjesinë e vet dhe sjell ndryshe. Ju ishit 3 për Pepen. Ta kalojmë pak mikrofonin të herët, ndërkohë që po? Unë jam Irvina Milla, që kam luajt Angustjen, motra mamalle e kësaj shtëpie. Pepja t'ishte dhuruar ty, po pastaj Ishte për mua, por dolën qellë modrë. Po, gjithsesi ishte shumë e veçantë. Ndërtoje karakterin tënd, atë karakter që përshkon një njeri posesiv për pasurinë, për të marrë pushtet natyrisht, për të vendosur një pronë, por edhe dashurinë ose martesën e cila në fakt ishte si e blerë. Si e përjetove ti këtë rol? Atëherë ky ishte një rol shumë i bukur për mua, që me thonë drejtën, asun se priqet që mund të rrisha. Kur ta dha profesoresha regjisorja, çfarë mendove? Për mendimin tëm me herën thosh, është e vështirë, se mu do të me dol për karakterit tëm, apo do të me luajt një karakter me një lehtë, një lasticë me thonë drejtën, edhe them që ja kam arrit asoj. Çfarë përshtypje ke patur tek shokët, miqtë tuaj, prindrit kur të kanë parë? Me të thonë drejtën, kanë thonë, nuk e priqi me të po në atë rol, nuk e priqi me të po si një vojzë me një lehtë, një vojzë të me teka, si i thohet. Edhe ishte një gjë shumë e bukur. Ndërkohë ajo vajza e fejuara e tretë, po i themi, është shoqja juaj? Klevja. Po, Martirja. Po, kishte një staturë të veçantë. Dhe për ta përjetuar këtë, duhet të kapërceje natyrisht ndjenjat mangësive, të egoizmit, të lakmisë. Nuk e di se si ishin ngërthur, por ti më duket që mjaft mirë ja arrite, u mishërove me rolin.
e patë pak të vështirë se duhet të vendosje diçka mbi shpinë për ta mbajtur për gjatë gjithë shfaqjes martiria. Jo dhe aq, ka kanë shumë rahashme sfungjerë që më kanë vënë mrapa. Unë mendoj se përshtatja ime me rolin ka kanë ma thjesht se vajzat e tjera, sepse unë kam motra vetë, kam 2 motra. Prandaj e kuptoj edhe më mirë këtë sjelljen i natin ose lakmin që mund të ketë brenda motrave. Ndonjëherë ka pasur raste me Po jo deri në këtë. Jo deri në këtë grad, jo. Gjithsesi ju jeni vajza të reja, tek adoleshenca, tek rinia, gjithsesi këto janë ti ke marrë anën e çapkënës për aty, por ti ke zhvilluar një karakter normalisht karakteri egoizmin, po? Karakteri i martirës ka qenë shumë i vështirë për moralizu prej meje, sepse në jetë reale nuk jam një person i tillë. Kur ma dha zysha me e lexu pjesën e martirios, fillimisht refuzova, thash, po sikur të provoj dikën tjetër, sepse nuk desha me u has me një njeri lakmitar, një njeri të tillë, por sa ma shumë që e provoja, aq ma shumë ishte e bindur si zysha, si edhe unë se unë baj për këtë rol. Edhe e ke realizuar shumë bukur. Ndërkohë Desara ka interpretuar një karakter tjetër. Ajo ka luajtur rolin e shërbysjes, e cila është intrigante, por është edhe ajo, si thua, spionja e nënës Bernardës. Janë 2 pozicione që ti mban aty, ose që lidhen me një karakter. Si e realizova? Atëherë, që në fillim, kur e kam lexu këtë pjesë, ky roli më ka hi shumë në sy. Sepse edhe statura jote, tepër e ngrirë. Po, atëherë, unë isha syt dhe veshët e shtëpisë, e nanës, po gjithashtu edhe munusha me rujt edhe i fje vajzat, po gjithsesi kisha edhe pak zemrën e bardhë, diçka tillë. Ishte thjesht një rol shumë i veçantë për mu, me përzi ironin bashk, me emocione, ishte diçka pa përshkrueshme. Më kanë ndihmu shumë edhe vajzat me sjelljen e tyre, më kanë bërë me përjetu emocione të forta, me përjetu ndjesi të forta, dhe i falenderoj shumë Tana, edhe zysha i mundën e tila më ka ndihmu me përmirësu rolin çdo ditë më shumë. Ishte diçka shumë e veçantë, domethënë. Ke patur ndonjë model, domethënë që i referuar, ke patur ndonjë shembull aktori apo aktore, sepse ti ke një staturë të veçantë aty. Atëherë, unë mundohesha, domethënë, e kam bërë shumë edhe nëpër shtëpi, tu sill kështu si plak, të mundu me ec, domethënë. Nuk kam pas në rol që jam fokusu, domethënë, mu sill si ai, por nuk e di. Ka ndihmuar shumë regjisorja. Po, shumë. 2 motrat e tjera, si janë ndjerë? Pak këtu, sepse nuk inkuadrohesh, po, lutem. Atëherë, unë jam Reina Kalaja, dhe në dram kam luetur rolin e Magdalenës. Magdalena, një nga 5 motrat e kësaj shtëpie, ajo ka karakterin e ka një karakter shumë lehtësak, ka një karakter tallës, dhe u tallë të shpesh me motrat, kryesisht me angustin. Edhe ajo e donte Peperomani, si gjithë motrat e tjera. Si gjithë motrat, po. Po, fatkeqësisht nuk arriti ta kishte. Ishte një karakter shumë ishte një për dramën, po. Se vetë personazhi nuk e ka forcën e madhe për të shpërndarë. Po. Ishte një karakter shumë i bukur, ishte e vështirë pak me hi në këpucët e Magdalenës, po gjithsesi ja arritme me fal punës paloshme të regjizores tonë Raimondës edhe zyshës që na ka ndihmuar shumë. Ke patur luhatje ndonjëherë gjatë përgatitjes, si thuash, e bëra mirë, se bëra, jo se bëj, jo e bëj? Po luhatje ka pasur shumë, kanë qenë tepërta, po gjithmonë thosha, jo do ta bëj, jo do ta arri. Gjithmonë kam thënë që kjo dramë do të bëhet, edhe çdo njëra prej vajzave ne do të hinë në karakterit e këtyne vajzave,
Dhe në fund doli ashtu, doli një shfaqje e mrekullueshme dhe kjo u tregua edhe për duart trokitjeve të publikut. Valmira është motra tjetër që ka rolin e Rolin e Amelias, është e vajzës e cila kishte frikë dhe hije në sëmës, por që i vinte për shtat gjitha motrave, pothuajse ishte ajo që ruante marrëdhëniet e mira me secilën, ajo vajza e ëmbël dhe e butë, por si gjitha motrat edhe ajo e donte Pepen, por në fshehtësi. Ishte një rol i bukur, po që lidhet me natyrën vajzërore, apo jo? Po. Me afërte. Ke patur kënaqësi ta luash natyrisht dhe ke marrë vlerësime? Për mua Amelia është një personazh shumë i dashur, e din, edhe pavarësisht se shfaqja ka përfunduar, ajo ka mbetur në zemrën time, le të themi kështu. Dhe për ato që e kanë shikuar, kanë thënë tek Amelia kemi parë një pjesë nga te, por ishte diçka shumë e bukur ta dëgjoj atë. Sa bukur. Ndërkohë keni marruar këtë projekt shumë të bukur, ishte projekt i radhës me sukses. Mendoni diçka se tashmë ju keni një prirje për ta vazhduar artin, apo kjo mbetet si një ngjarje e bukur i gjimnazit, si mendoni? Po, mikrofonin. Okej, se duket po flas e para. Mua më pëlqen shumë aktrimi, edhe të them drejtën e kam nisur që përpara këngës, edhe jam shumë e lidhur me aktrimin edhe e adhuroj. Gjithsesi, kjo mbetet për tu parë në të ardhmen, por që unë kam shumë pasion edhe zakonisht kur gjërat i ke pasion i ndjek. Kështu që unë dhe për kushtim kemi thënë në fillim të programit. Po, Istra? Për mua është hera parë që dal në skenë si aktore, edhe të them drejtën e kam bërë këtë gjë me shumë qejf edhe pasion, edhe jam tepër falenderuese që na është dhënë kjo mundësi për të shpalosur jo vetëm talentin ose mund ta quaj nëse prirjet tuaja, prirjet tona, po, por edhe për të marrë një eksperiencë e cila do të na shërbejë gjatë gjithë jetës, edhe do ta kujtojmë gjithmonë të buzëqeshura dhe falenderuese. Po përndryshe nuk mund të kuptohet mesazhi i artit dhe i veprës, apo jo. Tashti edhe për kënaqësinë e dëgjuesve që po na ndjekin, unë dëshiroj t'ju lë mikrofonin e Mirëmëngjes Shkodër në një fragment që ta zgjidhni ju vetë nga kjo pjesë kaq e bukur që ju keni interpretuar, Shtëpia e Bernarda Albës. Atëherë pjesa e fillimit, tek pjesa e fillimit. Po. Atëherë pjesa fillon me mu që vje e para, edhe normalisht unë hi asnjë shpjegim, duku një vetëm në rregull. Po, të interpretojmë dhe kuptojmë. Rrim drejt. Okej, po çfarë? Qetësi. Sa më pak të qara. A është gati limonada? Po, Bernarda. Je po edhe burrave. Po e marrë në abar. Dhe tikin prej andej nga erdhëm. Nuk dua të kalojnë këtej. Ti, ma e pak e rashkën? Mere. E tillë rashke i jepet një gruaje të vej? Më sill një tjetër dhe më sot respektosh zinë për baban tënd. Merë ti me nën. Po ti? Unë nuk kam bab. Kërkoj një tjetër se do të nevojitet. Gjatë 8 vjetëve që do të vazhdoj zia, nuk do të hynë këtë shtëpi as era që frynjasht. Duhet keni parasysh se do t'i morosi me qerpiq, dyre dhe dritare. Kështu ndodhi në shtëpinë e babait tim, kështu në shtëpinë e gjyshit tim. Ndërkohë, mund të mendoni për pajen. Kam 20 copull hurnark, mund t'i merrni dhe Magdalena do t'ju aqëndis. Ç'më duhet mua? Po nuk deshet na i qëndisë do mbeten pa qëndisma. Ashtu tua do të bien më shumë sy. E di mirë që nuk do martohen. Do të pëlqente më shumë më bëja thas mulli, të bëja çfarë do lloj pune, veç mos ria ulur për ditë me radhë të dhom te. Kështu është kur lind grua. Qofshin mallkuar agat. Tu bëhet si themun. Tani nuk mund shkosh tek babai dhe ti ankohesh. Për gratë është peri dhe gjilpëra. Mushka dhe fshikulli për burrin. Ky është fati atyre që lindin me pasuri. Një interpretim i mrekullueshëm, faleminderit shumë, faleminderit. Por një fragment aty ku hyn rrezja e dritës, është mundur kjo.
Që ti këndoj. Patjetër. Kena nevojë për energji. Klodi në këtë moment nga që ajo këndon aq bukur. Absolutisht. Faleminderit. Në thojza shfrytzu, por aman ajo ka dhënë një kënaqësi të pafame edhe në këtë moment. Kjo është gjetja jote si regjizore, apo jo? Ta përmbledhim pak sa. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para siempre sufrir mar. Es la historia de un amor como ya otro igual, que emprendiste como entender todo y bien, todo y mal. Dios los a mi vida, va a ver de nada después. Ay, que me tan obscura, sin tu amor que me vibre. Bravo, faleminderit shumë për këto emocione të mrekullueshme, ndërkohë dhe presareshat përsëri janë pranë mikrofonit. Jemi në ditët pas keni marrë shumë falënderime, besoj, shumë mirënjohje, shumë kënaqësi, natyrisht. Unë di edhe një sekret të vogël, në familjet tuaja është folur vetëm për dramën për gjatë gjithë ditëve. Madje edhe familjarët tuaj janë aq të njohur me personazhet sa që pothuajse edhe ato e din dramën përmendesh, apo jo? E ka përjetu e gjithë familja. Edhe më thoshin vajzat gjatë provave, o zysh, në shtëpi fillova duke bërë rolin, erdhën prindrit shqetësum, qa ka ndodhur, pse? Po jam duke bërë rolin. Edhe gjithave i ka ndodhur kjo gjë. Edhe kjo është një veçanti, kam thënë, punës së aktorëve, dhe ne na ka ndodhur kjo gjë gjithë jetën tonë në shtëpia tona, sepse nuk bëhet puna vetëm aty. Në tavolin apo në skenë ku punohet. Duhet ta përjetosh rolin vazhdimisht, të jetosh me të gjatë gjithë asaj kohe. Edhe kryesore që i kam thënë, gjithmonë punoni me botën tuaj të mbrëmshme, është kryesorja. Do të thënë, atë të nxjerrni botën tuaj të mbrëmshme, është shumë e rëndësishme. Edhe këto e kanë realizuar në fakt shumë bukur. Unë mendoj në këtë interpretim ata i kanë shtuar vetes një aset të pasurisë së shpirtit, të shprehjes së artit të tyre, të kësaj bote që ato e kanë për brenda dhe është merita juaj që e keni zbuluar, e keni nxjerrur dhe këto e kanë zhvilluar kaq bukur. Kjo është vlera që përçon arti, por edhe vlera shpirtërore që jeton me artistin, apo jo? Ashtu është, edhe unë besoj se nuk do t'jetë vetëm një kujtim i bukur, por do t'jetë edhe nxitje për to, që sigurisht këto janë talente dhe besoj se disa prej tyre do të kisha dashur me gjithë zemër që të vazhdonin rrugën e bukur, por edhe të vështirë të artit. Është shkolla, është puna e regjizores, por edhe shkolla që mbështet të tillë njerëz, që kultivon të tillë prirje dhe talente në ecurinë e tyre, apo jo profesoresh, sepse edhe më herët në veprimtaritë e tjera ju e keni realizuar dhe besoj e keni në ecurinë e punës suaj. Patjetër, shkolla ka një prej detyrave të saj është edukimi i nxënësit edhe me artin. Për faktin se dimensioni i artit është një dimension aq i madh, sa që nuk i pasuron vetëm me kulturën artistike, por i pasuron edhe me kulturën e emocionit. Mësojnë të dinë të vlerësojnë artin, mësojnë ta bëjnë artin, për të qenë kështu qytetarë të mirë në një shoqëri të përparuar të nesërmes. Mësojnë gjithashtu edhe të ndajnë shijet e hidhura shpeshherë, ose frutat e hidhura që jeta t'jep, fruta ndonjëherë të hidhura edhe në art. Po natyrisht. Me qenë se janë këto pikërisht unë nxënësve i them gjithmonë një fjalë, arti është si puna e perlës, lind pikërisht nga një trup i huaj që futet në vetdijen ose në emocionin e artistit, krijohet duke mbështjellë me më të mirën e shpirtit, ashtu si millja mbështjell kokrizën e rërës, varet në qafat e njerëzve dhe lind shpeshherë nga dhimbja e njerëzve.
Kështu që Sa bukur e keni thënë profesore, që ju jeni artiste patjetër. jo, unë jam mësuese letërsie dhe është fat. Ndoshta kjo është. Letërsia dhe arti shkojnë shumë afër me njëri tjetrin. Vajzat kanë kuptuar në këtë rast që mund të përballen shpeshherë edhe me zhgënjimin, por ama ajo që fitojnë në bilancin e fitoreve, arti është ai që vetëm i pasuron. Njerëzorja është ajo që mund të t'japë edhe shije të hidhura. Shkolla ka për detyrë të mësoj për të gjitha këto, të të përgatisë që jeta nuk është e lehtë, në jetë do të përballesh me sfida, por nëse, thot Kipling, ruan arsyen kur bota e humbet fillin, atëherë do të jesh burr, do të jesh njeri. Po. Ne u mundum që të bani një shfaqje shumë të mirë, dhe këto ja kam thënë për ditë vajzave. Kjo është e rëndësishme, që ne të bëjmë një shfaqje teatrale të arritur mirë. Dhe ne nuk i dinim se si ishin grupet e tjera, shkollat e tjera, ishin dhe 3 shkollat e tjera. Dhe i kam thënë që do t'jeni aty për çdo ditë, në çdo shfaqje, bashkë edhe me mësuesit, që ju të ballafaqoheni vetë me nxënësit e tjera, po i themi në këtë rast me nxënësit koleg, po i themi në këtë rast. Të skenës, sigurisht. Dhe ato kanë marrë kënaqësi edhe nga shkollat e tjera, sigurisht, sepse dhe aty kishte talente, por kanë ngelur të zhgënjyera, në momentin e fundit të vlerësimit. Duke i pa vetë, ato kanë reagu vetë, ashtu sikur se ato e kanë më ka dhimbë në shpirt, në fakt, kur kam pa lot në sytë e tyre të zhgënjimit, dhe mendoj se edhe spektatori ka qenë protestus, spektatorët që ishin atë natë kontestu në përgjithësi, dhe më thënë për çmimin që u dha, dhe besoj se juria... Pse nuk u dhanë 2 çmime të para? Besoj se juria nuk e shprehu vullnetin e mirë të zemrave të rinjve që ishin më tepër spektator dhe të gjithë të rinjve që ishin pjesëmarrës, dhe la një shije të hidhur pa drejtësie, dhe për këtë më vjen keq. Sa bukur do të ishte sikur kjo shfaqje e mrekullueshme të ishte jo thjesht një kujtim i një skene me datën 9 mars 2019, ora 17 në skenën e teatrit Migjeni. Sa bukur do të ishte që ajo të regjistrohej, të ishte tek spektatori, ndoshta her pas here në kohë të caktuara, jo thjesht si një kujtim, po si një vlerë. Si një vlerë interpretimit tuaj. Ndoshta mund të jetë një mundësi? Jo, unë kam shpreh këtë mendim edhe tek drejtoria e shkollës, që është përpara, pavarësisht rezultatit, shfaqja ishte shumë e mirë dhe i kam thënë që mos ta lëm me kaq. Vajzat e dëshirojnë shumë që ta japin prap këtë shfaqje dhe do të bëjmë të pamundurën që ta japim edhe në qytete të tjera, në gjimnazet të tjera, por ndoshta edhe jashtë Shqipërisë, në Malzi, në Lulshin. Kjo është fantastike. Do të mundohemi shumë që ta realizojmë këtë gjë. Sa unë do të propozoja diçka, një mendim që më vjen tani. Arti gjithmonë lidh. Duket sikur kemi dalë me shijen e hidhur të përçarjes nga skena. Do të doja që secila nga shkollat vinte e ta mirëprisnim në gjimnaz për të dhënë shfaqjen e vet, ndërkohë që do të donim po të na mirëprisnin në secilën nga shkollat konkurruese për të dhënë shfaqjen tonë. Një pjesë e mirë e shkollave nuk i kanë parë shfaqjet e tjera. Unë i kam parë gjitha dhe secila prej tyre është vlerë me vete. Një duar trokitje, faleminderit shumë që sot ishit në këtë studio, natyrisht edhe në emër të dëgjuesve duhet t'ju falenderoj, por për mesazhet që përcollën, për mesazhet që ju keni përcjell në skenë, por edhe mesazhet gjatë kësaj bisede. Vërtet po bindem se sot kam patur mysafire të veçanta, artiste, por edhe vajza, mësueset e tyre që shpërndan vërtet jo thjesht emocionin. Emocioni vjen nëpërmjet punës, përkushtimit, vlerave që ata përçuan.
Ju falenderoj pa mas dhe ju uroj që të keni suksese gjithmonë. Ky është një ndër sukseset tuaja vajza nxënëse, por besoj që jeta do t'ju përballë me të tjera sfida, të cilat uroj që t'i fitoni. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithave dhe gjithmonë suksese. Faleminderit Raimonda, faleminderit Marketa. Edhe një javë të mbarë. Faleminderit.